Nuk ka as Faton Peci me 7 deputet, as Fatmir Lime me 3 deputet, që mund me zbraps një marrëveshje që mund me pas subjekte tjera politike shumicë që janë me vendos me kaluar. Çfarë marrëveshje? Tash nëse mund me pas. Unë e kuptoj tendencën që tash mu kap me secilin detaj një përpjekje tepër kushtetuese, tepër thjeshtë po e bën presidenti. Pra ajo po e kryen një rol në cilin e kam thënë edhe dje nuk sjell kurrë për këtë takim. Nesër ose pas nesër kur është takimi ka më dalë në konferencë për media secili, ka më shpreh vullnetin, këtu kish dilema dje që Kurti mund mos marr pjesë, madje pat pajtime se s'duhet me marr pjesë, por në esencë ajo çka e thash edhe dje është pajtu që s'duhet me marr pjesë. Lerimi kish kohë pas kohë Lerima ke menduar që s'duhet. Përpjekje sepse do të marrë. Unë vazhdoj të mendoj që s'ka pas nevojë me marr pjesë, por kjo është një kompromis që ka vetë vendosja dhe Albin Kurti. A pishë. Është një kompromis jashtëzakonshëm. Kompromis me përgjigj institucioni. Se mos me marr pjesë, kompromise që unë që to. Se s'është me mandatin e saj facilitimi i marrëveshjes politike. Amo me marrëveshjes politike me kriju qeveri. Marrëveshjes politike me konstituu kuvendin dhe me vazhdu tutje. Dhe njerë, Adel, nuk është në domenën e saj me imponu krimin e koalicionit, është në domenën e saj me e kalu krizën, sepse konstituimi kuvendit ja jep të drejtën presidentit, me thonë Albin Kurtit, i kitë 30 ditë ose 15 ditë me e bëjë qeverinë. Që kjo është roli i saj. Edhe këtu kur këtë s'ka bëjë presidenti. Dhe tash, në këtë mes, kur jemi të pritjet, unë nuk presë të ndonë në farë mrekulldietje. Pozicionimet e partive në krejtësisht qarta. Nuk e besoj që ka mekanizm që presidentja i fut brenda dhe thotë, okay, me që na ka thirrë presidentja, na po pajtohemi që po e bëjmë që televizje. Për shembull, me thonë Kurti në këtë rast, okay, me që na ka thirrë presidentja si lehtësuese, unë pendroj kandidatin.